Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Po ashtu jemi dhe me kolegun Ardian Gaxheri, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi. Në lidhje direkte kemi Vullnet Krasniqi dhe Zinullah Jakupi, mirëmëngjese. Mirëmëngjesi. Faleminderit që jeni me ne. Atëherë po nisim me avokatin. Sot pritet përfundoj maza e përkohshme e gjykatës kushtetuese ndaj Kuvendit Kosovës. Ende nuk kemi ndonjë vendim, jemi mësuar në masat e mëhershme vendimi vinte 1 ose 2 ditë më herët, por gjatë ditës së djeshme nuk patëm një të tillë. Çfarë presim sot? Unë besoj që sot do të publikohet vendimi, qoftë edhe shkurtimisht. Padyshim që kjo ka qenë një çështje ndjeshme dhe voluminoze për nga trajtimi. Dhe gjykatës kushtetuese është dashur kohë, sidomos në këtë kohë të fundit që ndoshta këto vendimet lidhur me Kuvendin e kanë prishur edhe itinerarin e planifikimit të shërtimit lëndëve të tjera në gjykatë dhe prandaj ka kërkuar edhe një angazhim më të madh. Ajo që është e sigurt është që ky vendim besoj do të përfundoj atë puzzle-in e pasgjidhur të vazhdimit të konstituimit Kuvendit edhe rrjedhimisht daljes në etapën e dytë në themelimin ose në përpjekjet për themelimin e qeverisë. Do të arrijë me të vërtet ky vendim? Unë besoj që ky vendim padyshim që do të arrihet. Natyrisht që ne jemi si jurist kemi drejt që t'japim opinionet tona ose interpretimet tona mbi opsionet ose alternativat që do të prodhoj ky vendim. Unë besoj që ky vendim do të përdor të njëjtat standarde të vlerësimit të shumicës parlamentare sipas vendimit vitit 2014. Në këtë rast, në rast se partia më e madhe fituese, në këtë rast partia që është gjithmonë parti shqiptare, e ka të drejtën ekskluzive të propozimit, po jo të imponimit të kandidaturës, e njëjti standard do të përcaktohet edhe me rastin e komunitetit jeshumit, sepse kushtetuta nuk e përcakton, thotë vetëm zgjedhet një nënkryetar nga komuniteti jeshumit, po mbi bazën e interpretimit të asaj se çka është demokracia përfaqësuese dhe kush e përfaqëson, pra shumica parlamentare, e atë shumicë parlamentare përcakton, grupin parlamentar përcakton vota e popullit, edhe në këtë rast pavarësisht që ne se dojmë dhe lista sërbska me drejt aludohet dhe nuk ka dyshim që është e përfshirë sulme terroriste kundër shtetit Kosovës, i takon e drejta e propozimit, prandaj mendoj që edhe partitë opozitare nuk e kanë votuar në anëtarësi, jo sepse nuk duan, por sepse e kanë ditur që bëjnë shkelje kushtetuese. Qartë. Është imponuar, po, Vullnet? Po, vetëm një detaj. Bazuar në historinë e vendimeve të tjera, zakonisht ditët përpara u kanë gjithmonë një lajm ose një dikush e ka pasi informacion për vendimin e kushtetuesës. Kështu që të herë nuk e kena, asë një lajmë nuk përshot dikon. Ka mundësi që ndoshta gjykata kushtetuese ala nuk është gati. Edhe pse situata është shumë e qartë, nuk është një farë filozofie shumë e madhe çfarë shkërku, po aty është një detaj tjetër që na nuk po e përmendin shumë. Ka të bëjë me faktin që edhe propozuesi në këtë rast lista serbe, se ju ka japë e drejta, kur si ne shka dështu 3 herë, ata nuk ka pranuar me dhënë emën tjetër. Tash, aty që ka me qenë shumë detaj interesant, a vlen votimi 3 herë edhe për kryetarit, apo ka vlen vetëm për kryetarin në atë rast vendimi më hershëm. Besoj Vullnet do të sqarohet. Ka mundësinë që gjykata kushtetuese me vendosjen një masë tjetër. Të shohim sepse mund që edhe një pauzë tjetër ndoshta më shumë se 10 ditë ose diçka. Mund të jetë imponuar dhe mënyra se si janë votuar pakicat, nga që çdo herë janë votuar si pako, ndërkaq kësaj radhe sa për sqarim. Është janë dorë. Se refuzon me propozu, e ka rregullorën Kuvendi që në këtë rast e vet Kuvendi me short, me sistemin e shortit i propozon sistemi, dhe më thonë, kandidatët edhe pastaj votohen. Qashtu është vepruar në këtë situatë, kur është refuzu propozimi më të tjeshëm nga lista serbe. Sa përket informacionit, mendoj që herën e kaluar informacionet kanë dalë në mënyrë jo të rregullt, sepse nuk është dashur që dikush nga institucionet ketë informacione mbi vendimin, kurse vetë gjykata kushtetuese të mos dalë me një njoftim zyrtar. Në këtë rast, ndoshta është edhe strategjia e tyre që me rujt informacionin edhe vendimin që mos më shpërndo para se gjykata kushtetuese me dalë, sepse kjo po e dëmton edhe kredibilitetin e gjykatës kushtetuese në dyshimin që mund të kenë influencë institucione dhe personalitete ndryshme. Qartë. Besoni Ardian që nuk do të shtyhet sepse kemi pa dhe nga disa persona të tjerë është komentuar që mund të shtyhet afati i këtij vendimi.
Mundësia me ushtya fati është, edhe mundet me kërku kohë ma shumë, por me gjithat gjykata kushtetuese me vendimet paraprake është treguar mjaft konstruktive, duke ju dhënë kohë për vullnet politik partive politike, të cilat nuk po gjenë vullnet politik, dhe pavarësisht vendimeve të cilat i merr gjykata kushtetuese, në qoftë se nuk ka vullnet politik, nuk mund të konstituohet kuvendi. Por megjithatë, me këtë vendim besoj që gjykata speciale do ndaj që thot populli shapin nga sheqeri. Gjykata kushtetuese, më falni. Se jemi bo, mendin e kemi atje të gjykata speciale me qëse flasim shumë. Flasim shumë edhe shohim shumë. Edhe prandaj besoj që gjykata kushtetuese me këtë vendim do i definoj gjërat se si do shkojnë. Avokati elaboroi shumë bukur, po ashtu në njëjtën gjë mendoj edhe unë, sepse nuk mundesh me përdorë standardet të dy fishta për të njëjtën situatë. Do me thonë mundet me pru vendimin sikur vitit 2014 që shumica pra bën propozimin. Në këtë rast, lista serbe ka shumicën e minoritetit serbe dhe duhet të dalë me një propozim. Pavarësisht nëse del apo jo lista serbe me propozim, prapi mbështet së mendimin e avokatit që shkojnë në bazë të rregullore së kuvendit, sikur herën e kalume, pra përmes shortit. Mirë, ta marrim dhe mendimin e zotri Jakupit? Pastaj dalim tek vullneti. Çfarë mendoni ju? Çfarë prisni nga ky vendim? Po duhet të bëhet konformimi ose propozimi të vijë nga lista serbe, në këtë rast shumica serbe që përfaqësohet përmes kësaj liste, duhet të vijë nga deputetët serb, domethënë shumica që përfaqësojnë, si thash, komunitetin, kandidatët që janë propozuar nga komuniteti. Do me thonë mund ne të mos i njihim, mirë po tani janë kjo gjitha me kushtetut të garantuara, dhe votimi për nënkretar nga komuniteti, jo shumis duhet jetë në sistem, për shembull në paket, pra votimi për dy nënkretarët, si që ka qenë deri tani, dhe duhet të bërë, do me thonë, në procedurë të përbashkët, të mos veçohen vetëm përfaqësuesit serb, dhe për këtë gjykata kushtetuese besoj, siç kemi thënë gjitha, nuk mund të ndryshoj ligjet e Kosovës, këtë mund ta bëj vetëm Parlamenti i Kosovës, gjykata kushtetuese duhet vetëm ta jap interpretimin bazuar në kushtetues dhe në ligjet përkatëse, e mirës nuk duhet të ndryshohet asgjë, vetëm të zgjidhet nënkryetari nga përfaqësuesit serb, dhe kjo do të ishte puna më e mirë që duhet bëhet, për mos me prit pastaj nga gjykata me dhënë, do me thonë, gjëra ose me dhënë propozime, rekomandime që i takojnë vetëm spektrit politik dhe kuvendit. Qarë? Shkurtim. Po. Më falë, vullnet, veç një sekuencë e shkurt. Ne duhet dim që për shkak të situatave të paparashikuesme ose zbrastive juridike dhe ngërçeve që janë krijuar gjatë këtyre 10-15 vjetëve përvojë kushtetuese dhe historike juridike të Kosovës, gjykata kushtetuese nuk ka interpretuar normë, po dhe kanë zero normë. Fakti që ka përcaktuar fate, fakti se ka përcaktuar alternativa se si duhet zgjedhet kryetari kuvendit, si nuk duhet ta imponojë, pra është ka luajtur një rol aktiv në nxjerrjen e normave dhe jo vetëm në interpretimin. E ka determinu situata dhe ngërçet cilat janë shkaktuar në Kosovë gjatë këtyre viteve. Vullnet? Po, vetëm një detaj, po. Jem karojt me u taku me dikërën prej njënën prej ambasadave kështu të rëndësishme në Kosovë, edhe pyeta vash pse është që kë reagim interkontarëve kur po vjen puna të gjykata kushtetuese, sidomos te që vendimi i fundit. Edhe më shpjegojnë detajet që më do interesant, e dina krejt, edhe tha arsyeja pse që ka shumë janë frustruar me kundër kushtetueses në këtë rast është për shkak që bëhet fjalë për njërin prej elementeve që garanton shtetësinë e Kosovës në kuptimin e prej pakosat të Sarit. Sepse ideja e vendosjes në pakot e dy nënkretarëve jo shumicë ka qenë prej pakosat të Sarit për të mi garantu zgjedhjen gjithçysh të nënkretarëve nga partica pa marrë parasysh a i kanë votat apo jo. Dhe më njëna prej ideve pse fillestare ka qenë votimin e pako, ka qenë që ka ideja që edhe nëse këta minoritetet nuk i kanë votat, janë të obliguar shumica me i votu. Edhe nëse një minoritet ndahet, i bie që një shumicë tjetër parlamentari mund të marrë vendim që mos me garantu atij komuniteti atë post. Po, gjykata kushtetuese të për bazë është element që po shikohet që cërnon njërin prej elementeve kryesore që na marrë vesh
për me kriju që të shtetë. Më ndusaj që kam e qenë shumë ma i qartë në vendim, por unë përsëri po them, dëshoj që sot ka vendosë kjo. Nëse ndosë sot dhe në ka rritë kërkon e do lajnë, atëherë kemi të bëjmë me një qasë ndështë arkretësisht të rej të kushtetuesit së këtë rast. Po edhe unë për shemëll pajtohem me vullnetin, sepse si që kemi të garantuara 10 ullëse, do më thonë ato pjesëmarrja bëhet, mirë po 10 ullëse nuk vjen në dyshim. Dhe kjo ka qenë ai kompromisi që është bërë, që nga fillimi, dhe tani duhet t'i përmbahem të mos i japmi shumë një rol, për shemëll tani t'i veçojmë dhe t'i qesim në kandar gjithë përfaqësuesin, sepse ne jemi marrë vesh nga fillimi që ato vende janë të garantuara, sikur siç ka qenë për shembull pagesa e rrymës, një kohë me sa vite të tëra, ndërsa ne për ta ndryshuar këtë rast, as gjykata, por parlamenti kur të formohet duhet pra një zëre të ketë diskutim edhe publik, për shembull që të themi se po e prishim, do më thonë, marrëveshjen atisare të ato mbi bazën e demokracisë, bazën e kushtetutës së Kosovës, mbi të se në shpall pavarësia, dhe pastaj po jo japni së kaq vende sa i fitojnë, do më thonë, në komunat ku ata qeverisin. Mirë po kjo nuk lejohet nga bashkësia të kombëtare, më vjen mirë për juve. Prishen pastaj konturat gjithë sistemit edhe demokracisë kushtetues duhet ndryshohen në fillim dhe këtë nuk e lejon, besoj bashkia ndërkombëtare, as për momentin në këto kontura të zhvillimit politik, prandaj duhet vërtet të mos bëhet shumë e madhe të zgjidhet në kryetari sërb, edhe në paket, edhe gjykata kushtetuese ta jap vërtetimin që ta jap rekomandimin t'i kthehemi nga fillimi pa bërë zhurmë, pa vërë, do më thënë në skener tani një përfaqësues, sepse kjo tash vetëm ka fillu procesi, nuk mund pastaj që të vijet në pyetje kushtetuta, ajo drejta nga marrëveshja atisare, plani atisare, mbi të cilën është shpall pavarësia. Zotri Jakupi, sinqerisht më vjen mirë për ty edhe për vullnetin, edhe për shumë njerëz sikur jo që jetojnë ose janë shqiptar, dhe më në fund po e kuptoni realitetin të cilin po e diskutojmë në për studio televizive me muaj të tërë, qëtë realitetin që ti sa po e kishe marrë vesh prej njënit ambasadës, se të ka të regu që pavarësia e Kosovës është kompromis. Kompromisi mbi të cilin është vendosur pavarësia e Kosovës është sigurimi të drejtave dhe lirive të minoriteteve. Nuk kemi pas nga kush tjetër. Nuk është fjalim, po kjo kompromis. Të qëre vullnet. Asë sigurimit të gjithë shysht të një pozite me nga kuvendit. O pra, të vendet rezervume që ashtu që shë potencoj, po problemi ka qenë që ju nuk keni dash me kuptu deri tash. E këtë gënjeshtër jau ka shqit Zotri Kurti. Çka kemi kuptu deri tash? Këtë, pra që ne jemi një projekt i ndërtuar mbi kompromisin për sigurimin e të drejtave dhe lirive të komuniteteve. Ndërkaq, Zotri Kurti jau ka shqit gënjeshtërën se ai mundet me bëjt çka dënë me parlamentin, me qeverin që shka bëjt deri tash, dhe ju e keni mbrojt atë pa drejtë të cilën e ka thënaj. Dhe sinqerisht, më vjen mirë, mësu mbini keq, po më vjen mirë që i më në fund keni kuptu realitetin. Po të ishte një opozitë se kur ne tani që po në lavdëron, do të voton të Albolina Haxhiu në raundin e dytë dhe u kryet puna kishinarë dhe zgjedhje në kryetare. Mirë, po opozita ja kanë akthen mbrapa me folja për Albolenën e këmë tjerë 100 euro. Po, sepse më mirë mos humbim kohë flasim për Albolenën, me qenë se kemi edhe të tjera diskutime. Vullnet, a ke diçka përmeshtu? Jo, për këtë çështje jo. Vetëm përmej Vergaxherën e falenderoj që më kthej në realitet. Po ai nuk ka ngu kohë çish ta kom folë për ne, po ka vendosur në çicën e ka po dona në çit. Ti tash në bazë fjallëve që i thu, unë që ashtu atërë të gjykoj. Ti në bazë fjallëve që i thu, kër e mbroni diçka, unë atërë të gjykoj që jenë atë anë. Do të me ditë saksisht qka përmbroj, kur përmbroj... Unë çdo ditë sarë kemi diskutut, ti kom thonë që to fjallë, e ti kur nuk i ke marë për bazë, që to fjallë që i tha që tash. E tash se ti pas ka thonë dikush i ambasadës, ku kanë të vërteta. Ndërka që kur ti thëjsh anë për çdo ditë... Vetëm për elementin e frustrimit, sepse ka shumë të tjera që kanë ndodhur. Qeveria nuk është hera parë që ka komentu një vendim të drejtësisë
që është marrë me sistemin e drejtësisë, po më interesoj ke pse që këtë sistemi që tash është që elementi i qasoj për zgjedhjes së garantume, që ata nuk përdojnë me cenu për qysh. Po pra se mbi që ata është vendos pavarësia e Kosovës, kem që e cenojmë, kur e cenojmë që ata, e cenojmë pavarësinë e Kosovës, për që ata edhe prej State Departmentit Amerikan i kanë telefonu gjyqtarët e gjykatës kushtetuse, mi u tregu që po e përmbys një randin kushtetus në qofë se i cenoni të drejtat e minoriteteve, ato një njeri i cili e din që sa boj 1+1 duhet me ditë në Kosovë. Po, qashtë. Do t'i ka bën vetëm pak një plotësim për çfarë sa i përket e kësaj çështje. Për shembull, vërtet, gjitha elita politike, partitë politike, është dashur të bëjnë përpjekje për të ruajtur, siç po thoni, parimit e shtetformimit dhe të mos sillim tensione me alate strategjike si SBA, sepse nëse e lëm por tensione me SBA na solli kurti them të drejtën. Po, vetëm një moment. Për shembull, në raport me situatën në veri dhe ndërkombëtarët, kjo është ajo që duhet ta shohin edhe lëvizjet vendose edhe parti tjera, që fokusohet në sundimin e ligjit në veri. Ne pedim, për shembull, Albin Kurti dhe qeveria merë, po duhet jetë në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra, sepse Shtetet Bashkuara e shohin këtë problem në një kontekst më të gjerë rajonal. Synimi i tyre është që të krijojnë një ambient stabil, të parashikueshëm dhe bashkëpunues në Ballkan. Nuk i intereson vetëm Kosova si një puzë, si një, domethënë, një vend që aty dhe ata duhet t'i përkrojë. Jo. Shtetet Bashkuara të Amerikës, për atë arsye i thanë edhe Aleksandr Vučićit, duhet të shohim në prosperitetin, në përparimin, në të ardhmen e përbashkët të gjithë Ballkanit. Prandaj, këtu nëse ne krijojmë këto loja që kemi kriju deri tani, ne po e pengojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të realizojnë planin. Nashta pse jo, siç kanë thënë që edhe Serbinë ta fusin në NATO, Kosovën ta fusin në NATO. Kjo është qëllimi dhe kur ata e shohin nga Kiprizin lojat që i bëjmë ne, atëherë vërtet është, domethënë, shumë e dëmshme sepse ne po e shohim vetëm pjatën, ushqimin tonë në pjatën tonë, nuk po shohim jashtë pjatës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është një faktor, është fuqia më e madhe në botë, mirë që na kanë ndihmuar dhe na ndihmon na përkrah. Prandaj ne po e shohim vetëm problemin dhe atyre po ju intereson që Kosova më stabilizu, më realizu projektet e tyre edhe me Serbinë. Kjo është ajo. Azem pa diçka me shtu, pa dal. Është fakt notor, botnor që Kosova është ndërtuar si një model i një demokracisë perëndimore liberale, ku në qendër saj janë mbrojtja dhe të drejtave të minoriteteve. Kjo është karakteristikë e shteteve perëndimore, aty ku shkalla e lirive dhe drejtat njeriut është e lartë, dhe natyrisht kjo ka qenë si kusht, para kusht për themelimin e një shteti ku gjitha minoritetet garantohen liri dhe të drejtat, e cila ka qenë arsyeja sepse sot Kosova është e pavarur, sepse ne jemi shtyp si shumicë nga ana pakicës në këtë rast. Dhe e dyta, gjykata kushtetuese është themelu sipas modelit perëndimor dhe mendoj sipas modelit amerikan që të ketë një kontroll kushtetues së ligjshmërisë së vendimeve dhe veprime politike. Dhe fatmirësisht ajo ka luajtur një rol aktiv si arbitër politik dhe juridik në situatat kur janë ndërtuar ngërçet. Në këtë rast është ajo e cila ndoshta do të ruajë demokracinë në Kosovë nga devimet ose tendencat për një lloj diktature potenciale të një shumice imponuese në çfarëdo faze të zhvillimit të shtetit tonë, sepse bën kontrollimin kushtetues dhe shumë shpesh reforma të cilat në pikpamje të parë janë konsideruar ligjore i ka rrëzu duke parë prirje autoritare në ato vendime në shkelet ligje dhe frymës së përgjithshme të demokracisë e cila është në Kosovë. Ashtu që ajo po e luan një rol ndoshta përcaktues për gjitha krizat e thella politike që i ka Kosova. Por besoj që nuk do të mbetemi vetëm në dorë të gjykatës kushtetuese, duke shpresuar që pastaj të reagojnë. Na e dina me bëjë partit. Gjykata kushtetuese është e Kosovës, nuk është e huaj. Nuk do të më pas në mendsinë që kur, atë kjo është gjykatë nga Amerika, por gjykatë e jonë. Vesh edhe nëse na krijuar një kulturë që mos më qenë taf me bën një zgjidhje politike, pa një vendim gjykate. Dhe më në këtë ditë se përna dhujnë për politikantë. Pikërisht, prandaj zotri Kurti është i rrezikshëm për randin kushtetues, se po mundohet me përmbys randin kushtetues. Dhe përmbysja e randit kushtetues dërgon atë që thot zotri Kurti Republika e Tretë. Ai madje e thot edhe me fjalë që don me përmbys randin kushtetues. Republika e Tretë nuk është gjë tjetër përveç se përmbysja e randit kushtetues. Dhe fatbarësisht falënderit Zotit,
Amerikës edhe gjykatës kushtetuese që janë të e majtë halaket rand kushtetues. Për ndryshe randi është përmbysur, kuvendi me shkelje kushtetuese, qeveria është e okupuar, e uzurpuar që dush thoni, e kundërligjshme përmes vendimeve të gjykatës, jo përmes dëshirave të njerëzve, dhe kjo ndryshe nuk është përmbysja e randit kushtetues. Prandaj, zotri Kurti me politikat e veta është vërtet shumë i dëmshëm për shtetin e Kosovës. Madje, dëmin e tij po e çon edhe në arenën ndërkombëtare, ku shkoj në Amerikë, imagjinoni veç 1 minutë lut, na veç ta kryej dhe si fjali. Nuk pret 30 ditë më se kur gjë. Vendim të kushtetueses. Ai rrezën mesh në sekretar me përmbys, ai sekretar me marrë heq ato seriozisht. Jo, ai se ka marrë seriozisht, prandaj o ka dalë me përmbys. Ai prandaj ka dalë kundër vendimit të kushtetueses. Gjykata kushtetuese i ka dhënë kohë 1 muaj me konstituu kuvendin, ai u kundër kushtetues me bë nën kryetar. Madje hipokrizia e tij shkon edhe në Amerikë. Imagjino, shkon njëri në Amerikë, kryeministri i Kosovës, të cilin Amerika e ka njoftuar para 2 viteve se do ketë një sulm në sovranitetin e vendit, një sulm terrorist nga shteti serb. Amerika, kush tjetër neve na ka informu që do ndodh në Banjska. Dhe qohet Albin Kurti shkon në Amerikë dhe thot unë nuk bëj kompromise me Amerikan për sovranitetin e Kosovës. E kush ta mbrojti ty sovranitetin? Kush na sqaroi neve? Kush na lajmëroi neve për Banjskën? Kush na ndërtoi neve policin, sistemin gjyqësor, kushtetues? Kush na i kanë bëu këto neve? Do me thonë, hipokrizia Albin Kurtit është aq e madhe sa që është njeriu del gënjen publikisht. Unë për bashkombasit e mije kam vetëm një mesazh, mos t'i hajmë këto gënjeshtra, sepse shteti është i yni, politikanët shkojnë e vinë. Nuk ka rëndësi si e ka emrin, as çfarë partije ka, ama rëndësishme veprimet të cilat i ndërmerr në raport me shtetin dhe mirëqenien tonë. Vetëm pak, nuk e di sa a duhet Amerika një superfuqi botërore, mja lënë barën një shtetit që ka është vogël, e pafuqishëm, sikur Kosovës, mja lënë barën e tërheqjes së Serbisë nga Rusia. Po çfarë barre o vullnet, po kjo është gënjeshtër e dyfisht e Albin Kurtit. Albin Kurti po thot, atë që duhet me ndihmu Amerika, po kërkon me ndihmu. Ani qetash ta bëjnë ty një pyetje retorike, edhe besoj që e merr përgjigje. A ma shumë i konvenon Kosovës, Serbia bashkë me Rusinë, a ma shumë shtet ballkanik prej një ndikimi rus. Anje, që po ta bëj pyetjen, a ma shumë i konvenon Kosovës Serbia bashkë me Rusinë, a Serbia e ndame prej Rusisë? Cila o ma e fortë? Unë e di, edhe ti e din, që Serbia vetëm është më e dobët se sa bashkë me Rusinë. Prandaj, edhe nëse i ndihmon zotri Kurti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që e kemi obligim moral e jetik për shtetin tonë, për t'i ndihmuar dhe për të rrugtuar me amerikanët, nuk bën kur gjë keq, sepse e shkput Serbin pre Rusisë dhe Serbia ma e dobet i konvenon Kosovës, jo ma e fort. Mirë, ndërkaq vullnet besoj ke pa dhe reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit që e demanton Kurtin pikërisht për këtë që tha gjatë ditëve të kaluara në Shtetet Bashkuara, ku sipas tyre Kurti është për dialogun strategjik janë këto deklarata të tij të pasakta, për shkak se ai është duke i hikur çështjeve thelbësore. Po, sepse tash e pash edhe deklaratën e Kurtit, që më bëni pak përshtypje, ideja se këtë thot që Amerika po do me përdorë Kosovën, ose Kosova ka me pësu që me ndihmu Amerikës me heqë Serbin nga hemisfera ruse. Kështu, pashëm. Edhe Kurti pas ka thonë që kësë është problemi joni. Unë mene që është edhe problemi joni. Tu u lidhë edhe me gaçerën që tha, unë mene që është problemi joni, edhe mene që një Serbi me Amerikën e jo e lidhë shumë me Rusinë dhe me Kinën, është mirë edhe për neve, sepse është një politikë e tjetër. Po, unë e kam pak dyshimin se mas pojë mund që ke ideja që Kosova mund të se në veprimet e Kosovës, më minimu Amerikës që në hejtë Serbin prej hemisferës ruse, nëse është përmënej qështu, që në kemi korzanishtet shumë në rëndësi në Balkan. Dhe më thënë, na që në kemi elementi kryesor
që më të ndryshu komplet politike në Balkan. Është parëndësi. Nëse pas ka ardhur ideja që na me vendimet tona tu e ngu Amerikën, i ndihmojnë Amerikës për me heqë Serbinë prej emisferës ruse, ko 6 me rëndësi. Po mu nuk ma në menja. Shërëdëvantimi që ka për Departamentit Shtetit, dhe më të flet për fokus të kurtit që me kryti punë të tua e dena neve, me kryti punë tona, pa ka shumë shtërë e lezova. Fakti që Serbia gjatë prej shpallës pavarësisë e tutje, posaçërisht nga administrata e zonës Merkel, është toleru, është afru, është ledhatu, janë transferu me miliarda investime, është një politik e përpjekjes dhe ledhatimit që ta afroj drejt Bashkimit Evropian. Mirë po ata në ADN janë slavë dhe janë të lidhën organikisht me Rusinë, sepse është vëllai i madh i një identitetit fuqishëm slav-ortodoks. Sa unë nuk dëshiroj të bëj interpretime deklaratave, sepse ne duhet ta dimë që interesi strategjik i Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar është ta afroj Rusinë dhe ta afroj Serbinë dhe ta ndoj nga Rusia, sepse është dobësimi një kundërshtari të fuqishëm ndërkombëtar. Mirë po, njëkohësisht kjo mund të ketë edhe pozicione të dëmshme për shtetin tonë, sepse ndarja sepse mund të zëvendësohet Serbia si vend shumë strategjik në kuptimin ekonomik dhe politik, potenciali saj, rëndësia saj në Ballkan mund ta zëvendësoj rolin primar që ka kombi shqiptar, shteti Kosovës dhe Shqipëri në raportet me Shtetet Bashkuara. Posaçërisht në këtë fazë, kur domethënë kemi një qeveri e cila ka pothuajse raporte të ngrira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është, atë sa është e rëndësishme për perëndimin, është edhe për neve. Një Serbi pro-amerikane. Një Serbi pro-amerikane është shumë ma interesant se sa Kosova shteti më pro-amerikan në Ballkan. Edhe rëndësia jonë, nëse Serbia për Amerikën, është parashur ndaj edhe këtë neve. Vetëm për më lidhën atërin, që pra, socializm për Serbinë, si da ofrohet pak ma shumë me Amerikën. S'ka hiç rëndësi nëse afrohet Serbia me Amerikën, le të afrohet me perëndimin, neve na konvenon shumë e shumë se sa ofrimi me Rusinë. Ja, nuk na konvenon. Neve nuk mundet me politikës sërbe me Amerikën e ka kriju gjykatën speciale. Lobimi dhe fuqizimi i lobeve sërbe dhe i diplomacisë sërbe edhe në shtëpinë e bardhë dhe në State Department, qashtu ashtu si sta James Rubini, kanë ndihmuar në krijimin e gjykatës speciale. Administrata Partisë Demokratike ka krijuar një gjykatë në Kosovë. Gjykata speciale është gjykatë e Kosovës, nuk është gjykatë e Hagës, as ndërkombëtare. Është imponuar ndërkombëtarisht. E pas obligim, po e ka edhe Serbia, ka qenë kurzim, e ka edhe Bosna. Krejt duhet me shpëla luftën e vet. Këta zotnit që ngon pushtet të në Kosovë, si ngon taft, se i kanë kap institucionet e drejtësisë, si ngon taft as një gjyqtar me dënuar. Mundemi me thonë nuk kanë taft, se ti pi bjen, po kjo me kjo pi bjen që nuk kanë taft me dënuar Shimthaqe. Unë po thonë që Shimthaqe s'ka kry krime lufte. Unë s'po them që ka kry, po duhet me shku në për procese. Jo, asnjë proces. As s'ka kry. Ata nuk akuzohen për krime personale, ata akuzohen për krime, për organizimin e një politike, dizajnimin e një politike për kryen e krimeve. Domethënë kanë pas politikë caktume që e kanë zbatu komandantën teren. Kjo është gabim. Është imponim ndërkombëtar, kjo gjykatë është sukses i diplomacisë agresive sërbe në perëndim veçanërisht në bardhë. Unë se kam tendencën dështimin tem ja gjyq dikujt tjetër me thonë ai ka fajet. Fajet i kemi vetë. Se gjykata është e Kosovës. Këtë gjykatë u duhet na me bon Kosovë. Nëse se kesh bo Kosova, e kesh bo e Këshilli i Sigurimit dhe edhe ma kes. Përse ata, këta u duhet me bon Kosovë. Jo me na lënë me çun Hag. Gjykatën tonë me çun Hag. E sot as është e jona, as është e Hagës. Apo kupton, se ti je jurist e din këtë punë. Po lutem, zotëri Jakupi, po. Po. Synimi është pra i Shtetit Bashkuar të Amerikës ta krijojë një ambient stabil. Mos i veçoni ju lutem, sipas se nuk e kum parë se ato bisedat me Vučićin kanë qenë të fshehta, nuk guxon t'i bëj publike. Mirë po pje them kështu që nuk dallon Shteti Bashkuar të Amerikës, nuk e dallon Serbinë prej Kosovës. Ani pse shihet, ne mund t'ja bëjmë çefin vetit. Ta bëjmë një politikë ndërkombëtare edhe lobiste, mos t'i bëjmë kundër shteteve, absolutisht ta bëjmë vetëm për veten. Parlamenti i Jashtëm, Kuvendi, ta miratoj një ligj ku ndahen për shembull 5 milionë në vit për diplomaci, dhe jo për shembull siç jemi bërë
do më thonë të përqeshim çdo investim, jo këty ja dha 7.000 euro me lëbu, se kjo nuk është strategjia. Jo, ato janë për më përqesh, zotëri Jakupi, 2 njerëz i kinë krejt Amerikë, i ka pagu Qeveria Kosovës 2 njerëz, njënin 60.000, tjetërin 80.000, dalë që me pagu një organizatë të cilat do bënë. Ndëgjë vetëm pak. Kosova është me pozicion më të mirë. Njeri duhet me investu shumë, diska qëndësore, mja pa dhonë 10 milion. Një organizatë të lobimit në këshim zonë bravo. Se s'ke mësu dhe kulturë të ndëgjosh. Njeriu që nuk ndëgjon, nuk e din se që po thotë. O qa me ndëgjuti, e ka e fut këtë o burë. Ti e mbrojt që tash e ke mbrojt që to që nga i thua. është pjesë e panelit, që ta dëgjojmë. Tash e ke mbrojt që to që tash e ka dalin kondër. A une nuk i kom mbrojt këto. Unë ti kom thonë fjallë të njejta prej fillimit. Qosja Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më pragmatike, geopolitike, rrutja e paqes, stabilitetit, kërkon kompromis. Prandaj ata kërkojnë nga Kosova ti kryj detyrat e veta. Si ju intereson pse se ke zgjedhur nën kryetarit se ti ke bllokuar, bllokuese është opozita. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju intereson pozita gjeografike, strategjike e Kosovës, që don ta lidh Kosovën përmes Kosovës Serbinë për të hyrë në NATO për integrim. Kjo intereson. E si mund të jetë sipas jush interes i Shtetet e Bashkuara kjo kur është vetë ambasada e Amerikës në Kosovë, ku ditë më parë takoi ish opozitën? Po shiko, Gonxhe, të lutem. Për shembull, sikur të ishte opozita të zonë perëndimore, që i respekton zgjedhjen, që i respekton fituesin e numër 1, do të vendosi me koalicion, pastaj vjen PDK-ja, pastaj LDK-ja. Do të zgjidhej edhe kryetari i kuvendit, do zgjidhen edhe nën kryetar në paketë, siç ka qenë në çështje ligjore, po ti kishim në amerikanët po thon tani edhe Vatra që e dhan prom, tha ju lutem bashkëbisedoni, merrni vesh me opozitën, krijoni institucionet, pastaj se kjo intereson Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kemi institucione, nuk i intereson Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nuk janë përfaqësues ta përfaqësoj, nuk i intereson vetëm përparimi i Kosovës ose i Serbisë, siç po doni ju t'i bëni dallimet, jo pe përkrah më shumë Serbinë, jo tash po frikon, nuk e përkrah vetëm Serbinë, nuk e përkrah vetëm Kosovën. Deri diku ne tham që ne kur thonim disa gazetarë opinioniste është, domethënë Kosova është buz një krisje në luftës, ju thoni që Albin Kurti me përdor si një lloj diskursi, mirë po faktikisht ishte edhe u vërtetua. Prandaj ne duhet të kemi tani kujdes. Kosova një pikë strategjike gjeopolitike që intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës, për atë arsye dhe i ka vurë bazat. Mirë po i ka vurë bazat që se Serbia ka edhe partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në çdo aspekt kryerja detyrave tona në shtëpi. Po, bile tash e filloi edhe partneritetin strategjik e neve na shkputi për shkak të veprimeve të kryeministrit tuaj, Albin Kurti. Të gjitha shtetet janë në paketë, si Serbia mos bëni dallime, të gjitha janë paketë për Shtetet e Bashkuara. Për ne është sigurimi për shembull që të bëhet edhe stabilizimi i veriut. Kur e përmendë luftën, zotëri Jakupi, nuk e di, a ke pa para disa ditësh është vetëm me ju me prestigjos CNN që i ka demantuar deklaratat e Trumpit sa i përket një lufte të mundshme në mes të Kosovës dhe Serbisë, po zgjerojmë sepse jemi krejt në fund të kësaj pjese, nëse keni edhe diçka për të shtuar Azdren. Mendoj që raporti jonë me Shtetet Bashkuara është kompleks, është raporti ndërvarësisë politike, për shkak se Kosova është ndërtues si shtet nga Shtetet e Bashkuara. Natyrisht që ne ajo çka është e qartë është që raportet nuk kanë qenë asnjëherë më të këqija. Tashmë se cilat janë shkaqet deri te këto raportet janë diskutabile, nëse është veriu ose nëse është strategjia dhe çështja politike e qeverisë. Po është çështja thelbësore që bie Kurti. Gjykata kushtetuese e ka thonë edhe Hoveniri, e ka thonë edhe ambasada, edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjykata kushtetuese është problemi kryesor pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të shkëpusin marrëdhënien ose nënshkrimin e planit për këtë partnershipin strategjik. Thjesht e kanë shpjeguar ata, e kanë qitë zezën mi të bordh dhe nuk don këtë diskutim. Por mos të harrojmë, edhe veprimet e mëparme në raport me minoritetet. Konkretisht kanë bëjnë me populizmat e Kurtit për verën. Tjetër, çka është Azdren legjërisht qeveria kujdestare e Kosovës? Qeveria kujdestare që referohet në këtë mënyrë. Ambasada i referohet as qeverin detyrë, as nikjes është qeveri kujdestare.
Ajo është term që mund të përdor, ajo është qeverinë detyrë, është term që mund të ka drejt ta përdor kushdo si do dhe ambasada. Ligji e ka përcaktuar termin se si quhet qeveria në këtë situatë, është qeverinë detyrë deri në zgjedhjen e një. Mund të jetë interesant emrimi që e ka bërë. Kjo nuk ka në farë relevancë emrimi ose përdorimi këtij termi nga ana ambasadës amerikane. Qartë, pra, ata çfarë kërkojnë është që me qeverinë kujdesore, siç ju kanë referuar dhe vetë ata, që të shmangin veprime destabilizuese dhe të jetë përkushtuar për të çuar përpara stabilitetin në rajon. Edhe diçka se në shallat ata nuk e kanë bërë rastisht. As këto qeverinë kujdestore, sepse nuk kanë dashur mi thonë Kosovës që s'ki qeveri hiç. Se Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë një vendim që çdo vendim qeveritar është kundër kushtetues. Ne duhet ta kemi parasysh këtë fakt, mos ta harrojmë. Nuk mundesh me qenë edhe deputet, edhe ministër, edhe deputet, edhe kryeministër. Prandaj mundesh mi përdor çfarë dush termi, se këta janë qeveri jo legjitime. Me kuptu këtë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që keni qenë. Faleminderit shumë zotëri Jakubi që ke qenë bashkë me ne. Faleminderit shumë Vullnet. Ardian, faleminderit Bytyqi, faleminderit shumë. Miqdashur, shkuat tani për parashikimin e motit.